Ka histori që nuk janë thjesht lajme, janë plag të hapura në kujtesën e një kombi. Një e tillë ishte edhe historia e Albert Caras, njeriut që mbeti i vetëm pas tragjedisë së madhe të tërmetit të 26 nëntorit 2019 në Thuman. Atë mëngjes të errët nëntori, kur toka u drodh me një forcë shkatërruese, bashkë me shumë familje të tjera, u shembe dhe shtëpia e familjes Cara. Nga rënjojat e saj nuk dolën më 7 jetë, 7 antar të familjes së tij. Vetëm Alberti mbeti gjallë. Historia e tij tronditi mbar Shqipërinë. Një njeri që brenda pak qastesh humbi gjithçka, familjen, shtëpinë, jetën që kishte ndërtuar. Në supet e tij mbeti një peshë që pak njerëz mund ta përballojnë, boshllëku i një familjeje të tërë. Për vite me radhë ai jetoi me këtë plag që nuk u mbyll kurrë. Dhimbja e atij mëngjesi të nëntorit nuk u shua. Ajo mbeti aty, në zemrën e tij, çdo ditë. Sot, pas 7 vitesh vuajtje të heshtura, Albert Cara është ndarë nga jeta si pasojë e një arresti kardiak. Lajmin e kanë bërë të ditur familjar dhe të afërm në rrjetet sociale, duke ndarë fjalë prekse për njeriun që mbajti mbi vete një nga dhimbjet më të mëdha që mund të përjetojë një qenie njerëzore. Ai jetoi për vite me kujtimet e familjes së tij dhe me boshllëkun që ata lanë pas.